Sot inshallah vazhdim do të flasim për një dukuri negative të cilën ka filluar më përhap në vendin tonë. Ajo është konsumimi i alkoolit edhe i drogës. Për cilat Allahu Azza wa Jall i ka ndalu, i ka bo haram, e jo ka bo halal me hangër e pisa e tjera. Allahu Azza wa Jall thot në Kur'an: yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu alayhim al-khaba'ith. Allahu Azza wa Jalla ka zbrit Kur'anin, e ka dërgu pejgamberin alayhis salam që më janë ndalu aty në senet e këqija, më janë leju çdo sen çka është halal e çka është e dobishme për trupin e njeriu. Për atë Allah subhanahu wa taala në ajet tjetër thot: ya alladhina amanu kulu mimma fil ardi halalan tayyiban wala tattabi'u khutuwati ash-shaytan. O ju të cilët keni besu, hani pi çdo sene që Allahu xhalli ja ka leju, edhe largoni pi harameve dhe mos i pasoni hapat e shejtanit. Sepse shejtani pi këtë sene o halal çka i ki, shtin me një sen vogël që është haram. Pi këtë ushqime, pi këtë pije, çka janë halal, të largon e të shtin me konsumu alkohol apo me pi drogë. Për cilat, sipas disa statistikave, 20% e nxënësave konsumojnë apo ndonjëherë provojnë drogën apo llojet e drogës. Kjo është një numër shumë i madh vllazni. Numër për cilën na do të morrën qeth, e do të pas kujdes edhe mi shiku fëmijët tanë e familjet tona se çka janë duke vepruar. Allah subhanahu wa taala thot: ya ayyuhalladhina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali ash-shaytani fastanibuhu. O ju cilët keni besu, me të vërtet alkoholi, bigjozi, idhujt, falli janë vepra të ndyra të shejtanit, largojeni prej tyre. Thoj komentatorët e Kuranit, në këtë ajet Allah subhanahu wa taala e ka krahasu alkoholin, bigjozin, fallin me adhurimin përveç se Allahut Azza wa Jall, me adhurimin tjetër kam përveç se Allahut. I ka shti këtë me një thes, i ka shti këtë me një vepër e ranë, prej gjinohet të mëdha, për cilat një sahabi ka ardhur te i dërgumi Allahu sallallahu alaihi wasallam, i ka thonë dërgumi Allahu tonë alkoolin e bëj veç moshoru, për të mirë njerëzve, për moshoru njerëz. Ka thonë nuk ka shërim për sajna. Ajo është smundje. Ajo është smundje, nuk ka shërim për alkoolit. Allah pili kom se po mbëjnë mirë. Ose pe pi njën sabah, veç pak se po kfjellna, sytë po mi qenë. Këte e kanë vërtetu shkencëtarë se s'ka shërim për alkoolit. Nuk ka shërim, ashtu që ka thonë pejgamberi alayhis salam. Nuk ka shërim për alkoolit, as nuk ka shërim për drogës. Ka njerë po binë depresion, pa e ngrej pak, me hun, e me hin tripa, se din të hojë që është interesant. Këtë del bot tjetër, del botën e shejtanëve. Mas e mulli me të këthim këtë tyje. Del një bot, qka është problem asaj edhe psikiatri me të këthim këtë bot. Por shkak se e dëmton trunin, si alkoholi e si droga. Jënë njëjtës kategori. Dikush ma shumë bën dëm e dikush ma pak. Mirë po, domi i tyne është shumë ma i madh se sa dobia që ti e menon që ka dobi. Për ata pejgamberi alayhis salam ka thonë: ai i cili beson Allahut edhe në ditën e gjykimit, mos ulet me një vend, me një tavolinë ku ka alkool. As më ul. Ai i cili beson Allahut në ditën e gjykimit, mos ulet me një vend ku pijet alkooli. Për shkak se ulesh një herë, e në dytën herë, e në tretën herë të afron, thot pijeve veç pak vërë se sa në zbur. E janis mu të shishmu pastaj. Pejgamberi alayhis salam, kur është zbrit ajeti i Kuranit për më ndalu alkoholi, pasi që janë disa etapa të ndalimit alkoholit, pejgamberi alayhis salam i ka urdhëruar sahabët me dalë në rrugë
edhe me thirrë me njoftu besimtarët se është ndalu, është haram alkooli. Thot Enes ibn Malik, kom shërby alkohol tek sahabët, tek shokët e pejgamberit alayhis salam. Kur ka thirr si për mu ndalu alkooli, që ndalu alkooli, më kanë shti i kom marr komplet që kom pas shishe, e bure, edhe janë derë në për rrugët e Medinës. So që nuk ka pas rrugic, apo s'ke mujt me kalu në për rrugica, që s'ka pas alkohol të rjedh që e kanë gjujt sahabë. I kanë gjujt për shkak besimit imanit të në. Ela ja'lemu men khalaqa, wa hua latifu l'khabir. Thëtë Allah s.w.t. A nuk e ka dit Allah azhel qka ka kriju. A nuk e ka dit Allah azhel qka bën dëm edhe qka bën dobi në trupin tënë. Wallahi Allah e ka ndalu alkoholin, edhe drogën, vetëm për të mirën tonë. Vetëm për shkak se na bën dëm neve. Jo për nëjë sen tjetër. Pejgamberi sa më ka thonë, alkoholi, e në këtë rast edhe droga, është nana e të këqijave. Është nana e të këqijave. Hasan al-Basri ju thëtë, sikur të kish pas mundësi, apo sikur të ishin shit met, logjika, intelektualiteti, kish me pas çmimin më të lartin treg. Sikur të kish pas në ikon me shku me ble që dikush më bo doktor i shkenca, apo dikush më bo profesor, me ble me pare, sa ishin shit. S'kish pas nevojë kërkush me shku në për fakultete, apo me kry shkollë. Ishin ble, kush kish pas pare ish ble. Ish rrit çmime shumë. Thot Hasan al-Basriu, thot e është për mu çudit për disa persona të cilët jepin pare për mi u largu metë e tina. Jep pare për me pi edhe me dal pi vetës vetë. Me pi alkohol apo me pi drogë edhe del pi vetës vetë. Është për mu çudit me këta njerëz. Damet e alkoholit vllazni janë shumë të mëdha. Sipas raportit të Organizatës Botërore të Shëndetësisë, mi 3 milion njerëz vdesin çdo vit për shkak të alkoolit. Si pasojë e alkoolit. Numër i madh, 3 milion njerëz. 3 milion njerëz në vit nuk vdesin për lufta. Alkooli i vret. Apo droga i vret. Tek na janë raportu mbi 3500 raste të cilët konsumojnë drogë. Raportimi sipas kësaj organizate që e ka dhënë këtë raport, e në disa organizate tjera mbi 5000 persona janë të raportuar që konsumojnë drogë. Këto vinë raste ekstreme, kur dojnë mu shëru, kur dojnë mu largu, kur kanë halucinacione, kur janë rastet ekstreme, tjerë cilët nuk kanë probleme, nuk lajmërohen, janë edhe ma shumë. Janë edhe ma shumë. Apo cilët bojnë vetvrasje, apo vdesin për shkak halucinacione, bojnë vetvrasje që i ka shkaktu droga. Janë shumë mëdha që nuk i din hiç, apo nuk i lajmërojnë, apo nuk i njoftojnë. U tek valla. Ka pas një ngarkesë. Këto shifra janë alarmante vllazni për vendin tonë. Pastaj pasojat shoqërore që i shkakton alkooli edhe droga. Shoqënia që kapën me zveti, vriten me zveti, shohën me zveti. Apo familjet që ndahen çiftat me zveti. Sa i dim për shkak drogës dhe alkoolit. Vjen i dehur në shtëpi, edhe e rrej gruan, e rrej fëmin, shkakton dhunë, edhe vjen deri te ndamja e familjes. Apo i drogerat. E so familje durojnë dhunën familje për shkak të në dy dukurive. Për ata Allahu subhanahu wa taala, për të mirën mas parit vetës vet, njeriu për shkak të shëndetit me rujt shëndetin e ka ndalu. Pastaj me rujt shoqërinë edhe familjen e ka ndalu. Me rujt shëndetin tënd, me rujt familjen tënde. Me rujt pasazh tu, sepse momenti kur shef fëmia jo që po pen alkool menon që është mirë.
Për shkak se fëmia edukatën e parë që e merr, që mundohet me emitu dikën është prindi. Mundohet më bëj si baba. Për shkak se njeri më i shtrejt, më i shejt, më i madh në syrin e tij është prindi, është baba. Edhe mundohet me emitu ato. Ato dukuri që ka i shetë te që ato mundohet me imitu. Sa i menon se këtë dukuri që ka i kitit ti njeri përsosën të fëmijët. Je pagabime. Për ata dikush me ja kesh babën, apo nanën, dikuj në nej fëmijës syti qëtë. Kjo është natyrshmëri, dashni që e ka fëmija ndaj prindit. Për ata nuk bën me dhona shembull fëmijëve tonë për dukurit negative. E pastaj pasojë tjera janë ditën e gjykimit. Pasojat më të mëdha, për cilat pejgamberi alayhis salam në ka paralajmëruar se ai i cili pin alkohol apo pin drog, edhe nuk pendohet, vdes. Pejgamberi alayhis salam ka thonë, Allahu azza nuk i shikon 3 lloj njerëzish në ditën e gjykimit. Një prej tyre është ai i cili nuk i respekton prindrit. Tjetri është ai i cili vazhdon me pi alkool edhe vdes pa u penduar. Nuk e shikon. Në transmetimin tjetër, ai i cili pin alkool edhe vdes duke pi alkool, nuk pendohet. Vdes duke pi alkool pa pendim. Allahu azza wa jall është hak, është e drejtë Allahu azza wa jall me dënu me zjarr në xhenem. Kështu thot pejgamberi alayhis salam. E transmetim tjetër, pejgamberi alayhis salam thot Allahu azza wa jall e ka mallku në ditën e gjykimit ai i cili e pin alkoolin, ai i cili e shtryll, ai i cili e prodhon, ai i cili e blen, ai i cili e transporton, ai i cili e shet, ai i cili han pi pasunisë që e shet alkoolin. Këtë këta jënë të mallkum. Këtë këta jënë të mallkum të Allahu azza në ditën e gjykimit. Për ata vllazni nuk bën as me shik. Po njonim ka porosit pia çej hedije, dhurat. Po njonim ka porositur në as pe pia askush veç pia çejbre, veç shërbimin pia bëj. Edhe shërbimi mja bëj është haram. Se pia mundson tjetër me bëj çat gjëna. Pia mundson tjetrit me bëj këtë gjëna. E Allahu subhanahu wa taala thot inma yuridu shejtanu an yuqa bainakum al-adawata wal-baghdha. Shejtani don që mes juve me mbjell urrëtie e armiqësi fil khamri wal maisir. Në dy sene kryesore, në alkohol dhe bigjoz. Armiqësia më e madhe që e shtin shejtani mes njerëzve është në alkohol dhe në bigjoz. Ka për njerëz të mytën me zveti kur janë ndehur. Apo kapën edhe mytën me zveti apo rrejën me zveti për shkak të bigjozit. Se hub në bigjoz, ky tjetri ka fitu edhe mytën. Wa yasuddukum an dhikrillah. Edhe kjo e bën që mu largu pe rrugës të Allahut, pe përkujtimit të Allahut. Momenti njeri kur është ideu nuk mund të më lidh namaz. S'mund të më fal namazin. Se nuk din çka thot. Momenti kur të lidhet namaz. Edhe ja nis elhamin, dikush më fol ja nis trollaf Allah. Në një i pit më lidh namaz. Këtë xhamati tash ashtris. Shuj se më të fol. Ja nis me fol, e ja nis me po gjeste. Për ata Allahu azza wa jall nuk është e jeshme një njeri më i thjesht me hu vedia. E paramenon një njeri intelektual, çka fatkeqësisht të na menojnë se pirja e alkoolit është për veprat mëdha që veç intelektual e pin. E paramenon një intelektual me bu hajgara dhe fëmija me të. Me ka përdora dhe me sill. Nuk është e jeshme as për një njeri më të thjesht me bu hajgare fëmija me të. E me lujt me të. Për shkak se çat moment ai nuk din çka bën. E thot Allahu subhanahu wa taala, "Fa hal antum muntahun?" A jeni ju ata të cilët largoheni për këtyre veprave. Elusim Allahu na zot na falu wa qulu qawli hadha wastaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ba'd.
kur Allahu Azza wa Jall e ka zbrit këtë ajet, edhe në fund të ajetit ka thonë fahel antum muntahun, a jeni ju ata të cilët largoheni dhe i lani këto sen. Omer Allah kur e ka ndëgju këtë ajet, i cili ka qenë që ka pi alkohol shumë, nuk ka pas sahab që s'kan pi alkohol, edhe shumë e ka ndosht, s'kan pas me shishe të shpia, me bure. Ka thonë Omer Allah u largu më Allah, i lam këtë këto, i lam këtë këto alkoholet, e bigjozën, e senet e këshia i lam, edhe u largun për tëne. E Allah s.w.t. gjynohet që ka i kam bo, i shëndrën në sevape, jo që ti falë. Thot dikush jo pe kom pi 20 vjetë alkohol, as ma falë Allah. 100 vjetë me pi alkohol, në momenti kur pendosh, Allah ta falë. Pejgamberi alayhis salam ka thonë, Allah i pranon pendimin besimtarëve, derisa të vjen momenti i vdekjes, që atërës mos ka pendim për të. Apo derisa të lind dielli ka perëndimi, pisheja të fundit kiametit, që atërës nuk ka më pendim. Për derisa je gjallë, edhe Allah s'ka orë momenti i vdekjes, apo s'ka orë doktori me thonë, Allah edhe 3 ditë i ki jetë edhe qërë pendohu, s'ka më pendim. Edhe 100 vjetë me pi alkohol, nëse pendohet njeri sinqerisht, te Allahu Azza, Allahu t'i falë që ato gjynohen. Edhe ato gjynohen që ka i kibo, masi i pendu, Allahu t'i shëndrën se vabë. Për ata Omer Allah në momenti kër e kanë dëgju këta jetë, ka thonë, o Allah në po largoh. Apo lypë Allahu mu largu, na kina mu largu. Ata në sahabë kër e kanë dëgju, thirësin që është largu, është ndalu alkoholi, është largu me njëherë, edhe i kanë derë komplet. Se në ardhë me pyte pejgamberin, oj dërgu me Allah, a lejohet se ka pas aty jahudije, ka pas krishter, a lejohet me ushit aty. Se shpesh herë vesin njerëz, apo një haxhi e kishte nxon burg, shit ke drog. Wallahi tha po ta mjau kështu e kështu. Në ato numre sërve, po ta mi myt krejt me droga, po tha së mlan këta më të shtenë në burg. O haxhi harame ki gjybe harame dhe këtyn e tjerë mja ushit është harama. Ajo e cila i dëmton njerëz, është haram mja ushit, po pasysh është shqiptar ose sërba çka është. E ki haram me shit, shit blerën e sojnë e ki haram. A shpesh herë njerëz vinë edhe pyesin ngonës pe pi, po pjaushes. A spjaushes shqiptarë, muslimanëve spjaushes. Ja, veç pjaushes për në tjerëve që e pi, këta e kanë halal. Ata e kanë halal. Në fejnë e tyne, po ti se ki halal, me bo haram edhe me shit. Për ata, do të mu largu, e mu pëndu sinqerisht e Allahu Azza wa Jall. E mu mundu, mi largu edhe njerëz tjerë, pe këtyne dukurive, pe pires të alkoholit, e pires drogës, që fatkeqësisht vllazni, është të përhap me të madhe, edhe në përshkolla, droga apo llojet e ndryshme të drogës, si hashashe, diçka kjo njëjtë është si cigarje. O njëjtë si cigarje, po këshire mas 6 muaj që atë bërë. Për ata, vllazni duhet, so ma shumë, ata të cilët ndinë, ndëgjojnë, e njohin dikën, që është të konsumu me ka për dore, edhe me nalë. Nëse së mund është me nalë, së mund është me këshilu, mi tregu prindve tina. Apo mi aqu një SMS, djali jetë kështu e kështët, nëse të friksuar se po merë vesh, apo të kërsnohet, a diçka pastaj aj, ja qenë një SMS për dikujna. Apo e thret në telefon, për i poste, e diçka. Thu djali jetë, apo qika jote, e kum pa të konsumu, edhe aj masanin e ndërmerë. A nëse e shenin a i kënë që është të shit, dhe do të mi njoftu organet, që me nëzonë qatë persane dhe mos me lanë, ashtu që ka thonë pejgamberi alayhis salam, unsur e khake dhalimin e u madhlume, ndihmoj e vllahun tënë, që ju ka bo zullum edhe atina që është zullumqar. Ka thonë e dërgumi Allahut, këtina që ju ka bo zullum, e dina që ju më ndihmu. Këti zullumqarit, ka thonë kapne për dore, edhe mos e leni me bo zullum. Kur së mund është ti me ka për dore, ka kush e ka për dore. E ka për në organet e rendit, edhe ka për dore dhe se lojmë me shidru. E lusëm Allahu në të na përmirësoj gjendjen tonë, e të na falë, e të na udhëzojë në rrugën e drejtë. Wa aqulu qawli hadha wastaghfirullahi li wa lakum.